A jemi përballë një faze të re të hetimit përsa i përket çështjes së 21 janarit? Pse zoti Berisha nuk ishte ditën e sotme në strukturën e posaçme antikorrupsion SPAK? Për gjitha këto pikpyetje, por jo vetëm, me kënaqësi do të bashkëbisedoj në lidhje drejt për drejta me avokata Arber Hoxha dhe gazetarin Fatos Mahmuta. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Ju përshëndes, kënaqësi përshëndes. Fatos, ju keni qenë një ndër gazetarët cilët jeni plagosur në 21 janar. Gjatë gjithë kohës i zëshëm sa herë është folur në media për këtë çështje. Jemi në pikën kur disa javë më parë zoti Basha është paraqitur në SPAK, tashmë flet thirrje edhe për zotin Berisha. Në gjykimin tënd ka ende përtetuar në atë çështje dhe fakti që 2 nga drejtuesit kryesor të asaj kohe thirren në SPAK. Jemi në një fazë të re të hetimeve, çfarë mendimi keni? Ne nuk jemi në një fazë të re të hetimeve, jemi në fazën, në bazën e hetimeve, le të themi, në atë hetime që duhet ishin bërë përpara 14 vitesh. Pra jemi në fazën fillestare të hetimeve të kësaj çështje. Dhe kuptohet, zoti Basha ka pasur përgjegjësi për shkak të postit që kishte, përgjegjësi ex officio për shkak të postit, sepse ishte ministër i brendshëm. Por për mendimin tim dhe ashtu siç çështja ka ardhur këto 14 vjet, afërsisht 15 vjet po shkojmë, Basha nuk është implikuar përveç se për mosveprime. Ndërkohë, kemi Berishën, i cili është autori kryesor dhe i pandehuri kryesor i kësaj çështje. Tani, ne nuk kemi të bëjmë me prova të reja, nuk kemi të bëjmë as me çështje të reja, megjithse, domethënë, për hir të së vërtetës do të themi që laboratoret e institucioneve amerikane të drejtësisë i kanë arritur të rikuperojnë ato hardisjet origjinale të cilët janë marrë nga kryeministria. Pra, një pjesë e hardisjet të qartë, një pjesë e hardisjeve janë shkatruar, janë ndërruar me hardisje të tjerë, kurse ato të cilët kishin mbetur kanë ruajtur ato kopjet që janë rikuperuar dhe janë rikuperuar në mënyrë të kënaqshme, pra janë rikuperuar thuajse 100% të materialeve të cilët implikojnë kryeministrinë dhe zotin Berisha si ish kryeministër. Ndërkohë, kemi dhe një provë, nuk do ta quaja provë, se nuk është provë në fakt, por kemi vendimin e gjykatës së Strasburgut, e cila e quhen krim qeveritar, pra vrasjen në 4 protestuese, plagosjet e rreth 137 të tjerëve, domethënë, kaq është regjistruar sepse është më i madh numri i plagosur, por kaq janë njohur dhe nga qeveria Berishës kaq plagosur me armë zjarri, dhe gjykata e Strasburgut, duke quajtur krim qeveritar, urdhëron në thonjza, sepse vendimet e Strasburgut nuk janë urdhëruese, janë thjesht rekomanduese, qeverinë shqiptare për të hetuar këtë çështje. Dhe po të kemi parasysh, familjarët e viktimave të 21 janarit nuk kanë ndaluar ndonjëherë me të kërkuar drejtësi. Këto 15 vjet kanë kërkuar drejtësi dhe janë përprasur në të gjitha institucionet e drejtësisë shqiptare, janë refuzuar, madje kemi SPAK-un që 2 herë ka refuzuar ta rihap çështjen e 21 janarit, por pas vendimit të Strasburgut u detyruar që ta rihap prej vërteti dhe të fillojë të mbledh provat. Pra, të rimbledh më saktë, sepse do shkonte më shumë termi të rimbledh, jo të mbledh provat, dhe kemi momentin tani kur po thërritet e gjithë kupola drejtuese e shtetit e vitit 2011. Tani, për të ardhur te ping-pongu, që Berisha bën, ping-pongu i fletthirrjes po thua. Po pra, të fletthirjes që mohon, atëherë Berisha ka vetëm të drejtë për diçka. Ai thotë që kjo është një histori mashtrimi. Për këtë ka 100% të drejtë, sepse ai është vetë kryemashtruesi i kësaj historie. Pra ai është që po gënjen ditën për diell, po gënjen hapur dhe po gënjen pa pikë turpi, po gënjen faqet të gjithë njerëzve, duke bërë ping-pong. Jo më ka ardhur fletthirja, po s'më ka ardhur fletthirja. Jo më kanë sjell, po s'ma kanë sjell. Jo, fletthirjet, domethënë, unë nuk e di pse SPAK-u bën këtë lloj procedurash me Berishën, kur për qytetarët e tjerë, fletthirjet i çon inspektori i policisë i zonës, ose thjesht një telefonat, e qytetari quhet fletthirja e marr, njoftimi i marr, shkon paraqitet në institucionin e duhur, e firmos që e ka marrë njoftimin dhe mbaroi puna. Fatos, do na shpjegoj avokati. I dërgohen 3 herë, më fal, i dërgohen 3 herë Berishës në
në grupin parlamentar, në selin e PD-s dhe në banesën private, e refuzon, ai nuk e merr. I dërgohet herën e dytë përsëri. Tani sa herë do t'ja dërgojnë Berishës të fletëtirje? Ja të pyesim avokat Hoxhën për këtë. Me siguri do të ketë një përgjigje. Avokat, ping-pong e quajti fatosit gjithën këtë, po nëse ky ping-pong zjat, a duhet merret një vendim dhe në këtë prizëm, cili mund të jetë ai? Çfarë përcakton ligji? Le të sqarojmë se si bëhen thirrjet sipas kodit procedurës penale. Thirrjet mund të bëhen në 3 forma: nëpërmjet punonjësit të policisë së shtetit, nëpërmjet ftuesit të prokurorisë, në rastin konkret të prokurorisë së posaçme, ose nëpërmjet shërbimit postar. Unë besoj që në rastin e një deputeti që ushtron ende dhe aktualisht është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, patjetër që mund të njoftohet në vendin e punës. Parlamenti i Kuvendit të Shqipërisë ka një zyrë protokolli, i cili mund të njoftohet zyrës protokollit. Punonjësja e protokollit është e detyruar që të mbajë fletëthirrjen për çdo deputet, përfshirë dhe zotin Berisha, dhe më pas t'ia njoftojë deputetit përkatës. Në këto kushte besoj që njoftimi i zotit Berisha është më së i mundshëm dhe më së i mundur. Tani, nëse pyetja do të ishte se çfarë rrugë do të ndjek prokuroria e posaçme, nëse zoti Berisha e merr fletëthirrjen dhe ky ngër zgjidhjet, patjetër, atëherë rruga është një dhe e vetme. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë deri në vitin 2016 i jepte deputetëve një imunitet absolut, që do të thotë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë nuk mund të merreshin në përgjegjësi penale pa autorizimin e Kuvendit dhe për më tepër nuk mund të arrestoheshin, ndaloheshin, të pyeteshin apo gjithë të tjera. Në vitin 2016 me paketën ligjore dhe me reformimin e sistemit të drejtësisë, u ndryshua dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë që i jep deputetëve jo më imunitet absolut, por një imunitet relativ. Që do thotë deputeti nuk mund